Këtë gabim e bëni sa herë që i lani rrobat e bardha. Është një gabim i përbashkët që bëjnë të gjithë personat, por e të rëndësishme është se si ta evitoni atë. Të lash rrobat të bardha është gjëja më e thjeshtë që mund të bësh. Nuk është nevoja të ndash ngjyrat, është shumë e thjeshtë dhe e mbledhur. E di që duhet të përdorësh ujë të nxehtë mbi to, por mund të hedhësh edhe pak zbardhues për t'i bërë ato super të bardha. Në fakt, nuk është kaq e thjeshtë sa që mendoni. Ka diçka që është vërtet e dëmshme për rrobat e bardha. Është një gabim i përbashkët që bëjnë të gjithë. Në kundërshtim me atë që njerëzit besojnë, përdorimi i zbardhuesit te rrobat e bardha në vend që t'i zbardhni ato dhe t'i jepni shkëlqim në mënyrë natyrale mund të shkaktojë probleme në lëkurë. Kështu që nuk duhet të përdorësh zbardhues për rrobat e bardha. Një detergjent specifik për të larguar njollat e rrobave të bardha është mënyra më e mirë, dhe kombinoni tableta zbardhuese me zbardhuesin oksigjenuar për të dhënë gjithashtu rezultate më të mira.